Mbi 15 ditë nga dalja në pa e problematikës së ndarjes së plazheve, çështja mbetet e pazgjidhur për një nga hotelet me strukturat më të mëdha akomoduese në Vlorë, Hotel Duka, një prej hoteleve më të mëdha në qytet, i cili këtë sezon ka mbetur jashtë hartës së ndarjes së stacionit të plazhit në zonën e Lungomares, i plotëson të gjitha kriteret ligjore për t'u pajisur me një stacion plazhi në vijën e parë bregdetare, megjithatë pavarësisht kapaciteteve që ofron dhe faktit që prej 7 vitesh ka funksionuar në një hapësirë plazhi në të njëjtën zonë. Këtë vit Hotel Duka nuk është përfshirë në ndarjen e sipërfaqeve të plazhit. Hotel Duka konsiderohet si një nga strukturat më të mëdha akomoduese në lungomare, me 74 dhoma në dispozicion të turistëve, referuar vendimeve dhe akteve në ligjore në fuqi. Për menaxhimin e plazheve, strukturat hoteliere kanë të drejtë të përfitojnë hapësira plazhi në funksion të kapaciteteve të tyre akomoduese. Konkretisht, për çdo dhomë parashikohet vendosja e një çadre dhe 2 shezlongëve në shërbim të pushuesve që zgjedhin të akomodohen në hotel. Pikërisht mbi këtë bazë, pronari i Hotel Duka pretendon se përjashtimi nga ndarja e plazhit krijon një situatë të padrejtë dhe dëmton jo vetëm aktivitetin e biznesit, por edhe cilësinë e shërbimit ndaj turistëve. Mungesa e një stacioni plazhi në vijën e parë vendos hotelin në vështirësi përballë klientëve, të cilët rezervojnë dhoma duke pritur që të kenë në dispozicion edhe shërbimi i përkatës në plazh. Shqetësimi është i paraqitur drejt për drejt Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit Blendi Gonxha gjatë vizitës dhe inspektimeve që ai ka zhvilluar në Vlorë në kuadër të monitorimit të sezonit turistik. Pronari i hotelit Adhurim Duka ka kërkuar ndërhyrjen e institucioneve përgjegjëse për të gjetur zgjidhje sa më të shpejtë, duke i kujtuar ministrit se për këtë çështje ka paraqitur edhe kërkesa zyrtare pranë institucioneve përgjegjëse. Gjatë bisedës, Duka ka theksuar se hoteli i tij është i vetmi në zonën e Lungomares që plotëson kushtet dhe kriteret për të pasur një stacion plazhi në funksion të kapaciteteve akomoduese, por që aktualisht nuk e gëzon këtë të drejtë. Ai ka kërkuar që situata të rishikohet dhe të zbatohet në mënyrë të barabartë legjislacioni, i cili rregullon administrimin e hapësirave bregdetare. Nga ana e tij, ministri Gonxha ka pranuar se në terren ekzistojnë problematika, të cilat lidhen me menaxhimin e plazheve dhe zbatimin e skemës së ndarjes së tyre. Gjatë inspektimeve të zhvilluara në Vlorë, ai ka evidentuar edhe raste të tjera ku ka pasur ankesa nga operatorët turistik, si dhe nga bizneset që ushtrojnë aktivitet përgjatë vijës bregdetare. Çështja Hotel Duka vjen në një moment kur Vlora po pret turistët në mesin e sezonit turistik. Disponimi i një hapësire plazhi është një element i rëndësishëm i paketës së shërbimeve që duhet të ofrohen për pushuesit, veçanërisht në një zonë si Lungomarja, ku plazhi mbetet atraksioni kryesor i sezonit veror. Përfaqësuesit e hotelit nga ana tjetër shprehen se nuk kërkojnë trajtim preferencial, por vetëm zbatimin e rregullave dhe kritereve që janë përcaktuar nga vetë institucioni shtetëror. Ata argumentojnë se kapacitetet e hotelit, numri i dhomave, si dhe investimi i kryer ndër vite, justifikojnë plotësisht pajisjen me një stacion plazhi në vijën e parë. Ndërkohë, pritet që institucionet përgjegjëse të shqyrtojnë kërkesën dhe të japin një përgjigje përfundimtare mbi këtë rast, i cili e ka kthyer në vëmendje debatin mbi mënyrën e ndarjes së plazheve dhe respektimin e të drejtave të strukturave hoteliere gjatë sezonit turistik. Në një qytet që e ka turizmin shtyllë kryesore të zhvillimit ekonomik, zgjidhja e këtyre problematikave mbetet thelbësore për garantimin e një sezoni sa më të suksesshëm për bizneset dhe pushuesit.